Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin ton, Monitor TV për të ndarë lajmet më të fundit. Në fakt dua të ndaloj tek një temë, kam patur shumë pyetje rreth kësaj ngjarje, më kanë pyetur jashtëzakonisht shumë Tiranë se si mendon, a do të jetë Kiara Tito pjesë e emisionit të Luit, a do të mbështet Lui apo Kiara Luin në këtë sezon të tij të çmuar. Tani unë nuk e di që Luizi ka nevojë për mbështetje, por që ka nevojë për mbështetje nga bashkëshortja, nga njeriu që e do, nga partneri i tij i jetës, me patjetër që ka nevojë. Nga vetë fakti i dashurisë së tyre, nga vetë fakti i historisë së tyre, unë kam arritur të kuptoj që Luizi dhe Kiara janë një çift që në momentet më të vështira, por edhe në momentet më të bukura të jetës e mbështesin njëri tjetrin. Do të thënë kam arritur të kuptoj këto gjëra. Për shembull, nisi Kiara në fan club në Big Brother, Luizi e mbështeti. Startoi Kiara në fan clubin e Dancing with the Star, Luizi me patjetër që ishte një mbështetje jashtëzakonisht e madhe. Në Portokalli, në shumë raste Luizi ka qenë i ftuar vetëm e vetëm për të mbështetur Kiarën, se po të mos ishte Kiara, më besoni, duke njohur karakterin e Luizit, Luizi nuk do të ishte pjesë e Portokallis në asnjë mënyrë. Por edhe Kiara këtë herë unë pres që të jetë pjesë e emisionit të Luizit. Nuk e besoj dhe nuk ma merr mendja që do të jetë e ftuara e parë, në fakt do të ishte jashtëzakonisht e bukur që Kiara Tito të ishte e ftuara e parë, ku ka më bukur se sa një rrugtim mediatik, se sa një histori të bukur të suksesit tënd ta hapësh me personin më të bukur të jetës, me njeriun që ti e ke në shpirt. Por gjithsesi, unë jam shumë i bindur që nga çdo e premte që në muajin shtator, Luizi do të ketë një fokus të veçantë nga të gjithë shqiptarët të cilët e ndjekin, e duan, e mbështesin dhe i qëndrojnë pranë. Do me thënë, unë nga informacione që unë kam, Kiara do të jetë pjesë e emisionit Luizit, live me Luin, do me thënë do të ketë edhe deklarata që Kiara do të jep për herë të parë, do të jemi më brenda shtëpisë së tyre, do të jemi më brenda përditshmërisë së tyre, do me thënë janë një çift që na falin gjithmonë emocione të bukura, janë një çift gjithmonë që na falin dashuri, na falin pozitivitet dhe mendoj që do të na surprizojnë me deklaratat e tyre. Do me thënë pritet një super emision të vi nga Luizi, një emision që unë e kam thënë disa herë, por më duhet të ripërsëritem, që në shoqërinë tonë shqiptare, më besoni, nuk ka patur një emision të këtillë, sepse formati të cilin e sjellën Luizi është një format që Luizi vete ka krijuar të gjithin, do me thënë e ka ndërtuar të gjithin dhe po e shijon këtë sukses të jashtëzakonshëm që ai do të bën. Tani, a do ketë shikueshmëri? Me patjetër që po, vetë koha do ta tregon që Luizi do të jetë një nga më të ndjekurit në median shqiptare.